Sot kemi ardhur te London Concours d'Elegance, edhe do shohim çfarë mjetësh kanë. Kjo është ex Sultan of Brunei car. Kjo është Bugatti E110 Super Sport, ish makina e Sultanit Bruneit, firma e Prince Jeffrey Bolkia, JB. Super Sporti i parë që është bo, edhe është bo për vllajën e Sultanit, Jeffrin. Michael Schumacher i ka pas si kjo, ka pas dverdh. Kjo ka shpëtu nga Brunei. Shefe motorin këtu, me 4 turbo, V12, 3.5 shumë duket. Motori vogël. McLaren F1, makina më e shpejt në botë që ka qenë. Akoma makina më e shpejt në botë me aspirim. Hajde ta shohim. Pozicionin e shoferit që ka në mes. 106 janë bosi këto. 106 copë vetëm. Si kjo ka pas Rowan Atkinson, ai Mr. Beanit. Motorin e BMW-s, 6000 V12, a 6.1 V12, ja më power. 625 kuaj, 620 kuaj. Nga pjesë e Florinit, nga që është përçuesi më i mirë i nxehtësisë. Çmenduri fare. Me shasi karboni monokok. Kjo është Porsche 911 GT1. Kjo është bo për të rivalizu ata McLaren aty te garat e La Manche-it. Bo 20 milion pound kjo, 20 bo dha jo. Është super mjet, shumë e rrallë, një estecaja në gjithë botën duket. Shumë e veçantë. Kjo McLareni edhe cilë KGT-ja që s'po e shoh, janë më lart nga të gjitha. Kjo është Ferrari Daytona SP3-shi. Kjo është shumë e limitume. Si kjo, kush ka si kjo? Leclerc ku mund të ketë ai piloti. Ky Gordon Ramsay më duket se e ka, edhe Zlatan i ka mundësi e ka marrë, ai Zlatan Ibrahimovic e ka marrë si kjo. Shumë e rrallë, shumë e veçantë. Kjo nuk është makinë që shkon e blen te Ferrari, këtë e blen me ftesë. Edhe po ti kesh lek se blet dot. Duhet me të bëj ftesë edhe mus kanë pas pëlqyer këto kështu kur i shef video në foto po nga afër që ka avion. Avion fare. S'ke që thu. Kafsh fare, shumë. Këto lloj makinash, këto nuk e di atë botë edhe me hec me to. Këto është për t'i fut në mes dhomës ndenjes, edhe për t'i lënë. T'i lënë aty mrena edhe vetëm i shef kur kalo aty. I shef gjithë kohës, domethënë. Shumë e veçantë. Kjo është lambëja. Kjo është si kuntashi i ri, po LP800-ta. Si ai kuntashi që pa mi vjetri. Kanë bo këtë të riun, është i bazum të Aventadori, po normal ka bo shumë miliona, shumë më i veçantë i rrallë. Mrena është si Aventadori, si kanë ndryshu shumë, i lloj si Aventadori, po një nga 112. Është e limitume. Kujdes, ja di sa bane e pasqyra. Kjo pasqyra këtu. Kjo bëhet sa nai grasonjere në astir. Po pasqyra më e bukur nga gjithë makinat në botë kjo është. Kjo Pagani Huayra, kjo është më e bukura nga të gjitha. Kjo është motor AMG, 6000 V12 biturbo, po shife çka karboni. Komplet çdo gjë karbon si duket, çdo pjesë. I ka gjitha të bo me vetë vetëm për këtë. Çdo vit, çdo gjë e ka titanium, që edhe këto dritave i ka karbon. Marmitat titanium, të bohen si blu, pastaj më shumë kur nxefet. Motorin e AMG-s, 6000 V12 biturbo, i AMG-s. Për këto për shembull një nivel tjetër. Normal janë më të shpejta, ka më të shpejta sa të dush, po kjo është art. Qa interiorit. Nuk janë njësoj, asnjëna nga këto s'duket njësoj. Gjitha janë veçanta. Kjo është Lamborghini Centenario. Edhe kjo është e bazuar me Aventadori,
Po normal, ka më shumë fuqi, është komplet karbon edhe e limitume. Si kjo e ka pas ai që kishte atë Brabusin, që thash ai diktatori Teodoro Nguema. Si kjo ka pas ai. Kështu lloj kategorie makinash. I sa bukur i ka këto louvers për radiatorin këtu. Komplet karbon. Gomat komplet karbon. Karbon me forged alumin, që mund tjetë. Motorin 6.5 V12 e ka edhe kjo. Si Aventadori. Sa e bukur. Këto e në Bensat 600. Kjo është Pullman, dhe jetë i gjati. Kurse kjo është versioni i shkurt, 600. To kanë pas çdo gjë hidraulike, që nga amortizatorët te sendilet që kanë pas elektrike, po atëherë si kanë pas elektrike me korrent, kanë pas hidraulike. Kjo pastaj është Pullmani që është e veçantë, po e pe nga mrena. Duhet ishe kokë shteti, mret, naj super diktator me pas të lloj makine. Shumë e veçantë. Kjo aty është ndër AMG-t e para. Red Pig, dërkuci i kuq, edhe targën që si ja kanë vu. Shumë e veçantë. Shumë e veçantë. Ose do e kanë bo me ngjam që të ngjasoje me atë. Këtu pastaj është Diablo, kjo është Diablo e 6000-she. Kjo është e fundit nga Diablot, më e mira e Diablos, pasardhësia e Countachit. Shumë e bukur. Dhe kjo e ka pas në pronësi Volkswagen Grupi, nga këto lambot V12-at mund tjetë më e mira. 6000-sha, kjo është VT-ja. Tashi, do e lejmë XJ 220-ën, do kalojmë te pasardhësia e kësaj, që është Murcielago. Kjo këtu është Murcielago. Kjo është LP 620-a, facelifti. Kjo ka dalë mas Diablos. Ka qenë pronësi normal, Volkswagen Grupi, 6.5 V12, 620 kuaj. Kjo ka qenë si te filmi i Batmanit, e përdor ai. Batmani e ka si kjo te filmi, edhe këtë lloj ngjyre pak a shumë. Normalisht gomat, sa i ka kjo? 335, më të vogla se të Countachit, më të ngushta. Shumë e bukur me këtë ngjyrë. Marmitat, kjo LP 620 e ka kështu një tek, kurse versionet e para kanë 2. Ato janë 6.2, kjo është 6.5 V12. Edhe ta Aventadorit njëtin motor e kanë rrit. Kjo është me lodhmja X-L1-shi i Volkswagenit, kjo është bo për eficiencë. Hargjo shumë pak, s'ku sa pasku 1.5 litër për 100 km. Naft motorin, 3 piston që më duke, dhe është karbon komplet. Shumë e shtrenjtë, është bo 100 camis, koleksionusat e majnë. Shumë e rallë, normalisht. Kjo është Lamborghini Countach, 5000 QV, 5000 V12, shive sa ka gomën. Seksion 325. Ma jep shive nga mrapa sa e gjonës. Sa e gjonës goma. Shumë e bukur, shumë e bukur. Kjo është Porsche 930 Turbo S. Edhe kjo është shumë e veçantë. Makina më e mirë e Porsche-it në atë kohë pa dalë 959-ta. Shumë e shpejt, shumë e veçantë, sa e gjonë është mrapa. Dhe jetë amerikanë rrezik, se i ka këto dalë me të plastiket. Edhe ky bishti i Porsche-it. Kjo këtu është Ferrari 288 GTO-ja. Kjo është si para se dilte Enzo e F20, para se dilte F20, F50, kjo është originalja që e ka nisë më e mira që ka pas bo në kohën e vetë Ferrari. Shumë e veçantë. Kjo është makinë koleksionusash. Kjo F20, F50, Enzo edhe la Ferrari. Këta janë Ferrarat më të mirë. Kurse kjo këtu është Porsche 959, kjo ka rivalizu F20-ën, Ferrari F20-ën, më e shpejt ka qenë kjo në fakt, më avancumja e kohës, 4x4 me
gjithë teknologjinë e kohës, kjo e ka pas më të mirën se të gjitha, 959. Si pamje s'duket aq agresive sa F40, po në të vërtet ka qenë më e shpejt. Të 190 CSL, 300 CSL Roadster, po kjo është 300 CSL Gullwing. Kjo ka qenë makina më e shpejt në botë kur ka dalë, kjo është e 55-ës. Më e shpejta në botë kur ka dalë, e kom një si kjo loader, shu zdisa miliona bot tash, shumë e shtrenjtë, po shif sa e bukur, sa e veçantë është. Prize-giving moment, which we're all excited about. So we Si kjo ka are, pas edhe Jeremy Clarkson vetën personale, bojnë të $100,000 pound, $100,000. Unë e kam gjetë një me 50 sa për s'kena lek. Kjo është McLaren Senna, kjo është bo dizenju për pistë komplet. Ka qenë makina ndërmo të shpejta në pistë, më shpejt se P1, me më pak fuqi, është hibride, ka shumë downforce, normalisht komplet karbon. E ka me gjam edhe këtu poshtë derës, e ka gjam, edhe ka plastike krejt, se ka gjam hiç vetëm për kursy peshën, shumë e veçantë. Çdo gjë komplet fibër karboni. Normal, kur e kanë vu emrin Senna, e kanë vu ndër të Ayrton Sennës, që ka qenë piloti më i mirë Formula 1 si gjitha korave. Shive si ka dhe marmitat. Kjo ka shumë downforce, do të thonë për shpejtësi maksimale, McLaren 765 LT-ja për shembull, mund të jetë më shpejt, edhe 720 asë në fakt, se aty është bazu, mund të jetë më shpejt, që sa e ka bishtin. S'ka shpejtësi maksimale, po ka downforce shumë. Kjo këtu pastaj, Koenigsegg Agera 11, apo Agera nëse ka pasi të shkujtme, e ka 11, se ka për çdo kile pesh, ka i kuaj fuqi. Kjo është një 1300 e ca kile, ka i 1300 e ca kuaj fuqi, më duken, qose se kam gabim. Komplet karbon edhe disjet. Pjesa më e bukur e kësaj, se këto s'na len me i hapë dyrët, po i hapët dera kështu, dehydral doors. I hapët kështu, ndryshe nga kreta. 5 mish twin turbo, më duket që janë këto. 5 mish twin turbo, super e fuqishme. Qofim edhe këtë tjetrën këtu. E pam F1-shin, që është makina ime preferume, që e ka dizenju Gordon Murray. Kjo është të 50-ta që e ka bo komplet vetaj. Edhe kjo në gjam më shumë me F1-shin se çdo dhe makine që është prodhu sot. Edhe kjo është me aspirim, 4 litrë që ka motorin, me aspirim, torque s'ka shumë. Edhe nga para në gjam pak me F1-shin, po ta shohësh, edhe kjo e ka sendilën mes, si F1-shi. Shumë e rrallë edhe kjo, shumë e lehtë, me aspirim, as turbo, as i gjo. Shumë makinë veçantë, ja F1 modern. F1 bëj 20 milion, kjo bëj 1 milion sa botë, që se di, se këto të shtrenjta janë. Tani shkëm qofim të Bugatti Veyron, që e ka një këtu, është dhe një mrapa pak më anë, e është i vjetri, kurse kjo është Grand Sporti, është me këto dritat e faceliftit kështu, lartë. Sa ka, kjo i mjetë sa kuaj. I mi kuaj ka pas standard, kjo mund të ketë i mjetë 200 rëzik. Këtë karbonin si blu. Edhe interiorin navy blu. W16 me 4 turbo. 16.4 që e thot aty. është kafsh fare. Makina më shpejt kabre në botë ka qenë kjo. Sa e gjonë është mrapa. Për të ftofë këtë motor, ka 10 radiatora për të ftofë makinën. Ka pas ai rapper T-Pain, një si kjo, që e prishi radiatori ka bon $100,000 vetëm njënin për ta rregullu, e pa të shitaj. Kjo është Ferrari la Ferrari, të ato lista që ishte 288 që gëtoj që pom, F20, F50, Enzo, kjo ka ardhë mas Enzos. Edhe është më e bukur nga të gjitha, po është hibride. Pjesë Holy Trinity ka qenë kjo. Kjo është më e bukur nga të treja. Më e shpejta ka qenë P1, po edhe kjo, kurse për akselerim më të shpejt ka qenë 918 që do e bëjmë tash. Shumë e bukur. Më e bukur kjo është. Hibride 6.5 V12, a 6.3 se më e mend tash. 6.3 në është V12.
edhe me motor elektrik. Hibride kanë qenë gjitha, edhe P1 edhe 918. Kjo është super elegante edhe është dizajn i vetë Ferrarit, jo i Pininfarinës. Se Pininfarina ka pas bo shumicën e kohës dizajnet e Ferrarit, këtë e ka bo vetë Ferrari. Edhe është ndër makinat më të bukura që janë bo në herë, qap pjesësh, qap detajesh, super makinë. Kjo pastaj është e treta te Holy Trinity-a, 918 Spider, kjo është me Weissach package, ka këto, ka qenë $100,000 më shtesë, Weissach package, edhe Martini Livery që ka këtë ngjyrat e Martinit. Kjo është 4.8 V8, po dhe hibride. Fuqi ka bon 900 e cakue, më pak se ato tjerat, po për akselerim ka qenë më shpejt edhe se P1 edhe se Ferrari, se kjo ka qenë 4.4. Shumë e veçantë. Për akselerim edhe në pistë, ka qenë më shpejta kur ka dalë. Në vit drejt, pastaj ato dyja janë më të shpejta, janë më të fuqishme. Kjo është pak më e rëndë se ato. Po, super e bukur edhe kjo. Normalisht tash të treja, kur kanë dalë ka qenë te 1 milion, që kjo ka qenë më lirë, 900.000. Ferrari është ngrit më shumë se të gjitha, po 3-4 milion tash. Edhe këto bën nga 1.2 milion, edhe këto. Kurse kjo është McLaren P1 GTR-ja. Kjo është për pistë, se dia është legal në rruga jo, kanë qenë, është i kompani që i bo konvertime, se dia është, kjo që ka edhe high downforce kit, kjo është super e rrallë, kjo është vetëm për pistë që ka kalot gjitha këtyne tjera. Komplet fiber karbon, është i kompani Lazante, më duket që ka i konverto për mu bo legal në rrugë. Normal, është komplet karbon. Edhe aty ku është e lyme, po është ka karbon, po këto e ka exposed, aty se ka exposed, se gjitha panelet karbon i ka. Kjo është CL63, 5.5 V12 biturbo, si motori asaj CLS-s që pam. Normalisht, kjo nuk është si këto CL-t si puna asaj, është më e rëndë. Kjo është makinë, zakonisht të kam pas ble këto pleqt me lek. Ta shu kanë ratë çmime edhe këtyne. Kjo ka pas dhe 65 që në fakt, 65 ka qenë edhe më e veçantë. Nuk është nga SL-t mund tjetë versioni më i shëmtut i SL-s që është bo në herë. Kjo këtu pastaj është mjetë. Kjo është SLS-ja, kjo është komplet e dizenjume nga AMG-ja. Ka motorin me aspirim, 6208 kubikshin. Po këtu ka më shumë fuqi, ka 570 kuaj. Është Future Classic kjo, edhe kjo është Gullwing, si ajo e para, i hapen dyrët lartë. Shumë e veçantë, e bukur. Inshallah na bie rasti me bon në një si kjo. Kjo ngjyra, po më duket fort e pastër, kështu po për qenë super makinë e bukur është. Kjo është CLR-ja, po kjo është 722-ja. Kjo ka më shumë fuqi. Nuk është CLR-ja normal me 625 kuaj, to kanë një 650 në duket, mos gabofsha. Kjo ka qenë bo bashkëpunimi Benzit me McLarenin. Benzi është morë me motorin e me gjitha këto gjonat e tjera. Kjo ka 5.4 supercharged, po normal e ka me më shumë fuqi. Shive pa këtu, shive sa ka kofanon. Motorin normalisht filloman ne, këtu e ka air intake. Air intake komplet, po tapësh kofanon, duket që është air intake. Ka këtë pjesën e karbonit poshtë që se ka standardja, edhe diset i ka ndryshe, kjo është 722-ja, normal frenat ceramik karboni. Shumë e rrallë. Këto i ka për të çliruar nxehtësinë, se prodho shumë nxehtësi. Marmitat i ka këtu anash, të dyja krahët. I ka anash, nuk ka mrapa marmita kjo. Ky bishti ngrihet kur freno dhe si air brake, ngrihet kështu për të pas më shumë forcë fërkimi, normalisht ka gjatë difuzor aty mrapa. Shumë makinë e bukur, edhe këta janë rritur në çmim shumë. Këtu kanë vu gjitha SL-t, kjo është rreth 230-a. Si ajo që bom ne, po ne kena bo 65, më të rrallë, më të veçantë. Njëta disë që ka, po ajo që kena bo ne është më e veçantë. Edhe këtu ka lëllë makinash edhe shif si ajo s'ka. Ngjyrën e pas ka të bukur, kjo ka 913 K, supercharged me 500 kuaj. Shumë makinë e bukur është edhe kjo, shumë e veçantë. Kemi edhe këtu në gjitë pasaj, se nuk do zgjatna shumë me këto, rën 129-ën, 5.000-e. Kjo është me 919-ën. Ato të fundit, nga fundi kanë pas edhe 913-ën. Bukra ndë këto.
Kjo është Ferrari F50, kjo është çka ka ardhur mas F40-s. Shumica, deri tash s'ka qenë vlerësuar më shumë, F40 ka qenë si më e vlerësuar. Po kjo është kafshë tjetër, kjo është shumë më mirë se F40 për mendimin tim. Kjo është 4.7 V12, motor i derivuar nga Formula 1, manuale, shumë e rrallë, dhe kjo është me fiber karboni tamam. Jo si F40, F40 vetëm ca panele ka, shasin e ka kot me tuba hekri. Kjo është kafshë nivelit tjetër. Motor i derivuar nga Formula 1 është. Unë për shembull, përveç La Ferrari që është më bukur si pamje, këta e kam më të preferuar nga këto 5 Ferrarat më të mirë. Manuale normalisht, sa e ulët është perfekte. Ferrarat, ky është 308 Dino GT4. Pastaj këtu kena 308 GTB-n, 328 GTS. Tash i hym te kjo pjesa pak më moderne që edhe i njohim ne, i kena pa. Kjo është 355 GTS. Bugra në këto. Për kohët moderne jo dhe aq shpejta. Tu kemi 360 në Modena. 3.6 V8. Shumë e bukur. Manuale. Kanë pas të edhe version challenge stradale. Kjo pastaj F430. Po kjo s'është F430 standarte, kjo është skuderia. Shumë e bukur. 4.3 V8. Normal frenat keramik karboni, s'bot fjalë. Pininfarina ka pas dizenju këte. Ten V8-at e Ferrarit, pastaj mas saj ka dalë ndoshta dizajni më i bukur i Pininfarinës. 458 Italia. 4.5 V8, 570 kuaj, 571 ka pas AS SLS-ja që ka qenë si rivale, po ka qenë më shpejt se SLS-ja. Shumë makinë e bukur. Ndër Ferrarat modern më të bukura nga të gjitha. S'ke çaj thu fare. Si dizajn, më e bukura. Edhe interiorin të e kanë të mirë normalisht. Kjo e pastër. Pastaj ka dalë 488, kjo do jetë pista, 488 pista, s'është e thjeshta. Ajo ka pas dhe speciale, 458, por kjo është normalja. Ka pas speciale aperta, kjo është pista, si kjo e ka Noisy. Kjo është me fuqishme normal, po është me turbo, s'është me aspirim. Është biturbo. Edhe kjo F8 tributo që kjo si kot është. Të janë nga pamja jashtme si vazhdime 458-s, po pak më të shëmtuta, nga aq të veçanta. Më të shpejta normalisht janë me turbo. Edhe 296, pastaj është goxha më e shpejtë se kjo ajo e fundit që ka dalë. Ajo është V6 veç. Ja, Aston Martin, këto Morgan, plus 4 që kanë të modelet, plus 8. Të janë me motor BMW, po janë të shtrenjta, nuk janë të lira. Të veçanta janë. Kjo është 3-wheeler i Morganit. Po, s'di pse pasë në qef të në cep, po kjo është ndër më të mirat. Murcielago SV. 6.5 V12 me aspirim, 670 kuaj fuqi. Ta shojmë, s'qe ka manuale si pas e ato pedalet mrapa, po manualet e këtyne janë shumë të shtrenjta. Edhe këto automatiket mirë janë, po manualet janë shumë të shtrenjta të ralla. Si kjo e ka i Vinwickit, Ed Bollian e ka si kjo. Po e ka Andromeda Red Eye të kuqe. Kjo është Arancio Atlas Nero. Ja, si kjo e kom gjetur një, po LP 620, po me kit të zvis, $120,000 pra një viti. Sa e ka gomën kjo. Është Ferrari Garage. Aja ku është Bugatti,
Ky është stript. Sa i ka frenat. Ja ku është tamam i montuar pas. Sa e bukur, sa e ulët është, ha? O kapi në një Bugatti. Kjo është Ford GT40 origjinalja, që është kriju për të mund Ferrari në garat e La Manchit. Shumë e veçantë. Mas kësaj janë bo pastaj GT40 tjetër, edhe e reja fare. Kjo është motor vjetër me karburator. Kësaj i del dera, i hapet komplet. Edhe për të fut kollaj, edhe Jeremy Clarksonit i binte në kokë, se ishte shumë i gjatë. Kjo është me karburator, shisa i ullet është. E ka mund Ferrari në La Manche. Ford Capri. Sierra RS Cosworth. Shumë e shtrejt. Kjo pastaj, RS 200. Kjo ka qenë e bom me për rellin, për të homologua të rellit. RS 200, ta se di ka qenë grup B, kjo ajo. Tash, me që pam atë GT40-ën, për ndër të asaj, pa të bo Fordi këtë. Edhe kjo Ford GT është. Manuale, edhe kjo ka këto dyret, si kjo ka pas Jeremy Clarkson, fix, këtë ngjyrë. Fix, hajde shif edhe te kjo. Edhe te kjo hapën dyret i lloj si ajo, po është më lart, edhe nuk i kap te koka te kjo. Kjo është 5.4, nduket supercharged. V8 normalisht 5.4 supercharged, shumë e bukur. Stok një 500 e cakua e ka pas, 550 nduket, po me dashja qoshe shumë më shumë. Me modifikoj kollaj edhe arrit fuqin. Manuale, i ka këto rrathët të këto sendiljet shumë veçanta. Kurse kjo pasaj, është e fundit, GT-ja e fundit. Këto kur janë bo me ftesa, po kjo është motor EcoBoost 3.5, nuk është se është në motor i veçantë. Si që kanë këto kamionqinat, motorin e ka si kamionqinat e Fordit, si F 150 qatë. Po, vetëm aty marrën ngjashmëri, se normal kjo është shumë më e fuqishme, komplet fiber karboni, shifi edhe disit. Disit i ka karbon, komplet. Edhe këto i kanë pas ble me ftesa, ai Shmi 150 e ka pas ble një si kjo, me zër. 3.5 është ky, EcoBoost biturbo, se një 600 e cakua më duket se ka. Po është qarë aerodinamik, që si është. Super makinë është dhe kjo. S'ke që thu, po edhe këto s'kapën mod tash me çmimet që kanë shku. Kjo është AC Cobra. Këto i kam shumë qef. Shumë qef. Use du si kjo në fakt, e du me atë marmitën që i kalo këtu poshtë, komplet të dera, edhe i del në fund. Shelby e du. Po këto V8 motor Fordi, pa pesh fare, pa ABS, pa si gjonë, normalisht, pa sigur ta heq. Kjo është e reimaginume AC Cobrën si dhe ishte për të bon të sot. Kjo është 5000 V8 supercharged Fordit, po kjo është me 660 kW fuqi. E ronë që i kam fakti 1400 kg, po edhe kjo shumë e veçantë, shumë e bukur. Po është shumë e madhe. Ato të tjerat vjetrat janë më të vogla. Kjo është shumë e gjonë, shumë e madhe. Se kom qef shumë. E du nga ato të vjetrat më mirë. Më lonë rri gjithë ditën, po të i shofe ca tjera të tregoj. Po është 996, GT3 RS. Shumë e veçantë, shumë e bukur. Të janë bo shumë shtrejta tash, s'kapen më. Shumë makinë rrallë. Vetë se këto generata 996-ës, këtë pjesën e turive e ka pas shumë. Këto dritat, ja kanë bos pa lidhje. Kjo pas të është qenë 90 euro. 2.5, një nga 502 copë që janë prodhu. Shumë e veçantë. Shumë e veçantë. Në krash me McLaren P1 aty. Po kjo është qenë 90 euro, shumë e veçantë. Shumë i rrallë, shumë i shtrenjtë. Këto janë me kamion që dog leg, manuale, po të marshin e parë ka ku është i dyti. P1 McLaren. Kurse kjo këtu është Aston Martin Valkyrie Coupe. Shif sa e ullet është. S'ka vend fare. Rafsh në tokë, si makinë garësh. Kjo është si makinë garësh që e kanë vesh i qikë. Që si ka këto drita të dalme. Që si është poshtë.
Si është. Kjo është s'me qenë makinë Formula 1, ose po thjesht i kanë vu tavan. 6.5 V12 Cosworth. Kjo është Vauxhall si Opel, po Lotus Carlton. I modifikuar nga Lotusi, ka qenë makina më e shpejt në botë me 4 dyrë kur ka dalë, më e shpejt se Ferrarat e kohës, shumë e veçantë, shumë e shpejt. Të tralla ka pas qenë në Angli kanë pas bëjë grabitja e gjo me një si këto, edhe i ka pas ik policisë. Se kanë kap kurrë atë makinën. Shumë e rrallë. Se majme tash i motor 3.5, më duket se ka pas me turbo, semi sigur. Shumë e shpejt. Kjo është Porsche 911, 964, po turbo, 3.3 turbo, shif sa i gjonë është mrapa. Shumë i veçantë edhe kjo, shumë i rrallë, shumë i shtrenjtë që sa ka bishtin turbo. Shumë i veçantë. Super makinë. Kjo është Z3M e 2001-shit, 3.2 me S54, manuale, shumë ngjyre veçanta edhe interiori edhe jashtë, eksteriori. Kjo është me marmita AC Schnitzer, jo me marmita standarde. Shumë makinë veçanta edhe kjo, shumë e bukur. Edhe kjo është qenë 90, po kjo është 3.2 AMG. Kjo pas ka ardhur nga Japonia, e importume, shumë makinë e bukur. Kurse kjo është Cell W126, edhe kjo AMG, lukun të paktën, motorin se di, timon AMG, sendire elektrike mrapa, shumë e veçantë, edhe kjo tjetra pastaj. 89-ës turbo, kjo është me turit e shesh që i hapin të dritave, edhe cabrio, shumë e bukur. Alpina, edhe targën e veçantë, B10, 4 e 34-ës, V8, shumë e bukur, me këto diset klasike, me këto shiritat që i ka, B10 4.0, shumë e veçantë. Kurse kjo është E30, si ajo që bom në E325, po kjo është më tresh. Motorin e ka më të vogël, 2.3, 4 pistonç, normalisht është më e shpejtë dhe shumë më e shtrenjtë. Shif sa e bukur është. Ka dhe këtë hard topping të në tokë, shumë e veçantë, edhe kjo rëse dyshi. Shumë makinë e veçantë. Pamjet parë duket si CLK thjesht standarde, edhe është në fakt CLK 500, po kjo është 1 nga 100 Giorgio Armani. Interiorin ja ka bërë Giorgio Armani, me lëkurë Giorgio Armanit. Kam pas gjetë si kjo shumë lirë, një 2-3 mijëra se ka pas qenë dikur, s'kom pas lek për ta ble, tash i besoj dhe në rritë në çmim. Shumë e veçantë është. Edhe ngjyrën jashtë e ka të veçantë, po edhe interiorin, 1 nga 100 janë. 500 që me 113 është, te ka pjesë veçantë kjo, lëkurën që e ka Giorgio Armani. Dezinjo lexo lart, po Giorgio Armani e ka. Rën 129, V12, 600, pa thu 1072, shumë e bukur edhe kjo, versionet e para, 92 dhe jetë rrezik. Kjo është Pagani Utopia, i funit fare, po është më i shëmtuar se Paganat e tjerë për mendimin tim. Edhe kjo ngjyra nuk është naj wow. Edhe pasqyrat janë më të shëmtuara se te Huayra ose te Zonda. Titanium. Te mrapa më e bukur është. Qa disë që është, a? Kjo është sigur e ka modifikuar ato Pimp My Ride, West Coast Customs me këtë ngjyrën,
24 hours and takes Po, design cues. ja, shife këtë pasqyrën e dizajnin e kësaj. Edhe hajde të shkojmë shohim para arsen. 6.5 litre V12 producing Si ka qenë? 829 horse and Krahasohet kjo lloj pasqyre me So atë? it's just, but it's just Ato spectacular to thonë look at, që Richard. është se këtë e ka dizenju Horacio Pagani, është bazuar te sytë e nusës vet. Është bazuar te sytë e nusës për formën e pasqyrës. This car reaches 62 miles an hour. Horacio Pagani, ai e ka bë, ka pas seconds. punuar Lamborghini ku ka qenë përpara. two brands like Koenigsegg and Pagani, but in the case of Ferrari, they have Kjo është si më arritshme. Thash, si kjo e kom gjetë një SP3 $50,000 Black Series CLK 63 AMG. They change the rules every day, so I'm not going to say what they are, but you have to have owned Shumë e several bukur. very, very significant Shumë e bukur cars. është. Po këto bën nga 100.000, 100 cami zakonisht. Kjo ishte ajo SL-ja. Bra, bus, po motorin se dim çfarë ka. Uja pas ka heq sa. Kjo ka qenë mulu me kjo Aston Martin këtu. Këtë trendin e pat fillu Mercedes për Sterling Moss. Kjo është Aston Martin Speedster, ka bo dhe Ferrari SP2-shin pastaj. SP1, SP2. Kjo këtu, se bom shparë se kishte shumë njerëz, çuditërisht, është Jaguar XJ220. Kjo kur ka dalë 92-shin, para se me dalë, se njerëz kanë bo porosi që përpara, ka qenë supozu me qenë V12, edhe makina më e shpejt në botë. Edhe për i periudhë shkurtër fare ka qenë më e shpejta në botë, po është 3.5 V6 biturbo, po jo V12. Edhe pa dështu pak, nuk pa të shit aq sa pa të shit, pa të fillu dhe kriza atëhere, edhe pa të anullu porosit shumë veta. Kanë pas edhe i version më sportiv se kjo. Normal Sultani ka blesi kjo edhe atë sportivin. Disjet duket që janë magnez, mos gabofsha. Shumë makine veçantë, XJ220-sha. Ka qenë si e lon me Mazdore edhe më lirë se këto supermakinat e kohës. Po kjo ka rivalizu me F1-shin atëherë. Me F40-ën, F50-ën. Tash që ka fillu me ngretë çmimi edhe kësaj, po jo sa rival të vetë. Kok me F1-shin, më shtrenjtë në botë ka qenë atëherë, derisa doli F1-shin. Po prapë shumë e veçantë. 4x4, ka pas qenë planifikuar që me diferencial mrapa dhe V12. Është bo 4x4 edhe V6, 3.5 biturbo. Kjo është makina më e mirë në botë, se në ato ik tashi. Po, kjo është më e mirë, e gjitha korave, s'ka si kjo. Makina më e shpejt me aspirim, ala që atëhere, motor 6.1 BMW e V12, janë dasht më shumë se 20 vjetë, më dash me bo motor 16 pistonësh me 4 turbo të Bugattit për t'ja kalu kësaj. Llogarit çfarë teknologjie ka pas kjo. S'ka më të mirë. Tashi do ikim, pa na zonë shiu, shpresoj duke të pëlqy. Kanë ngel ca ca Aston Martin atërie kështu, po këto më të mira tjerë kena pa me radhë. Super organizim, inshallah vje koha edhe në Shqipëri mu bë kështu. S'është e thonë mi pas gjitha këto lloj makinash, se këtu vetëm te ky rreshti pa janë 100 milion pound makina. Po shumë gjohë e veçantë, shumë e bukur. Në mes Londrës që kanë gjetë hapësirën, kanë organizuar, kanë bë pastër, lezetshëm. Shpresoj duke të pëlqyer, më thoni cila është e juaja e preferuar, e ime dihet normal F1-shi, po edhe kjo e bën 110 cc, shumë e veçantë. Ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.